Një ndër sukseset më të mëdha në rafshin individual që korr shejtani tek njeriu në raportet me krijuesin është ta hutoj, ta largoj njeriu nga namazi, me forma dhe mënyra nga më të ndryshmet. Ka kohë, po është puna, e bën pastaj, po haj se Zoti fal, është një hadith që kur thot la ilaha illallah fiton xhenetin, po avashër burse ke kohë, po ja po të marrësh punën, po do të bësh shtëpinë, po do të martohesh, po të bësh, po tjerë. Shejtani i mallkuar është armiku i parë kryesor i namazit, gjë që tregon se ai që s'fal namaz është në pushtetin e shejtanit. Prandaj mos e lejoni vetes që t'ju udhëheqë djalli dhe shejtani i mallkuar. Mos e lejoni vetes. Dhe nuk ka mburoj më të fortë për njeriu se sa namazi në kohën e vet. Pasha Allahun o vëllezër dhe motra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kur thirret e zani shejtani e razvrapit, nuk e dis me sa kilometra në orë. Edhe kur thirret i kameti gjithashtu. Pa ai që s'ngjon një jetë në vetë e zan, e i kamet, e stret e zan dhe i kamet. E kupton ti çka ka bëu shejtani ky njeri apo jo? Është ul si thot populli kom kryq. I ke parti disa njerëz që kur vinë për herë të parë në xhami dhe falin për herë të parë namaz, unë di pasha Zotin me qindra raste mos them me mira, që kur kanë ardhur për herë të parë në xhami nuk janë ndier mirë. Ka njerëz që janë ndier shumë mirë, janë qetësuar etj, okay? Por ka një pjesë njerëz që kur kanë ardhur për herë të parë në xhami, namazan sidomos në teravi, që ka qenë namaz me zë, nuk janë ndier mirë. Çka ka ndodhur faktikisht? I është prish foleja, i është prish shtëpia, i është trondit. Ka krisë tërmeti në fronin e shejtanit që ka ngritur tek njeriu. Për këtë arsye ka njerëz që kur dëgjojnë Kur'an, kur falin namaz, nuk ndjehen mirë. Pse? Se e keqja kur vjen drita e Zotit, kur vjen drita e Kur'anit, kur vjen drita e namazit, nuk e përballon dot dhe fillon dhe krijon shqetësime tek njeriu. Dhe shumë prej vëllezërve këtë që po them unë, e din shumë mirë se mund ta kanë provuar në veten e tyre.